një mbështetje të madhe në kanep komandanti i divizionit Kukësit, general Kudusi Lama, në ka mbështet në armatim me njerëz. Edhe vërtet në këtë drejtim ka qenë ndërmjetësues Nasim Haradinej në mes të brigadës, shtabit përgjithshëm edhe generalit Kudusi Lama. Se për këtë armatimit, ne fillimisht kem pas armatimin e komisarisë, pastaj kem pas grykat topat 75 dhe 82 mm, kem pas murtaja 60 edhe 82, me datën 9 prill e kem marrë një top, ja u kem marrë forcave serbe 20-1, që është armë kundërajrore, një 107 mm, ma vonë i kem marrë 120-shat, 160-shat, edhe kem pas topin 122 mm, që ka pas një distancë gjujtjes deri në thellësitë të Dugaxhinit, ku përmes fuqisë zjarrit që kem pas një koordinim të veprimeve në mes të frontit koshorës dhe njësive tjera në rrafshin e Dugaxhinit, ku kem vepru njerëznit që dhe në fshatra tjera, kur zona e Dugaxhinit edhe Ramush Haradinaj si komandant ka qenë të rrëthum. Lufta e Kosharës, ose fronti Kosharës, ka pas një jehon të madhe, edhe të populata civile që kanë qenë e pambrojtun në përmalet të Berishse ku janë strehu, por edhe për luftetarët e lirisë, se pasi një shpresë edhe që lufta do të mbaron, por e kanë po edhe i kanë detyru një numër të madh të forcave serbe që t'i lidhin me zjarr. Do të thotë, nëse e bojmë një krahasim të forcave tona në raport me forcat serbe, ne deri në përfundim të luftës kemi qenë diku rreth 3000 ushtarëve. Kurse forcat serbe kanë qenë rreth 18000 forca përballë forcave tona. Çka i bie si një ushtar i ushtrisë shërbimtare të Kosovës në frontin e Kosharës i ka pas përballë dikun prej 6 deri në 8 ushtarë.